Alianca për Shqiptarët u mundua në këtë periudhë që të imponon mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash në Vlenë të jenë sondazhat dhe anketat. Fatkeqësisht kjo nuk u pranua prej nesh. Insistimi ishte që 4-5 veta të ulemi në Vlenë dhe të vendosim se kush duhet të jetë kryetar komune, që për ne thjesht është e papranueshme sepse dalim humbës krejt, si Vlenë dalim humbës. Ultimatume kohore realisht nuk mund të pranojmë, se kishim ultimatum që të vendoset sot. ASHE-ja definitivisht sonte vendosi që në të gjitha komunat ku garojnë shqiptarët do të del me listat veçanta për këshilltar komunal. Jemi të hapur për bashkëpunim edhe me partit tjera për kryetar komunash në kuptimin e fjalës për përkrahje të ndërsjellët. Dhe ASHE-ja prej fillimit të majit fillon me formimin e shtabeve dhe në komunikim me aktivin politik të Aleancës për Shqiptarët në të gjitha degët.